Sportet ekstreme po bëhen çdo ditë më të preferuara sa i përket fushës së turizmit. Ato tërheqin vëmendjen e turistëve të huaj, të cilët vendosin t'i shijojnë në vendin tonë. Këta turistë kanë mbërritur në Diber teksa po provojnë sportin e vështirë të rafting në lumin Drinizi. Të shoqëruar nga guida lokale, familja amerikane e cila jeton në Holland ka vendosur të shijojë lundrimin në lumin Drinizi, që nga Gjorica drejt rrjedhjes së lumit. Tom thotë se është i mrekulluar pasi deri më tani nga Shqipëria ku ka vizituar disa vende duke nisur nga Bregdeti. Ne jemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jetojmë në Holland prej 3 vitesh. Jemi të apasionuar pas udhëtimeve. Kësaj radhe zgjodhem Shqipërinë, e cila na ka pëlqyer jashtëmase. Kemi parë pjesën e jugut të Shqipërisë, ku jemi larë në det. Tani do provojmë aventurën në rafting në lum. Ky ishte një udhëtim që u nisëm të shohim pjesën e plazhit, por me kërkime në internet gjetëm edhe këtë vend për të bërë rafting. Dita ka nisur shumë mirë dhe shpresojmë të kënaqemi. Për neve, më vend i bukur është Mali deri tani. Do të qëndrojmë 4 ditë në Shqipëri. Këtu është shumë bukur. Unë po udhtoj me familjen time, me prindërit dhe motrën. Ishte shumë bukur të shikonim plazhet dhe po ashtu malet. Jam shumë i lumtur që po përjetojmë shumë gjëra të bukura këtu. Këto raste janë një dëshmi e qartë se vendi ynë ka shumë për të ofruar për turistët që kërkojnë aventura, natyrë të paprekur dhe mikpritje të ngrohtë. Nga Bregdeti i mrekullueshëm deri tek emocionet që ofron rafting në Drinizi, Shqipëria po shndërrohet në një destinacion gjithnjë më tërheqës për udhëtarët nga e gjithë bota. Sportet ekstreme jo vetëm që promovojnë turizmin aktiv, por gjithashtu i japin jetë zonave me pak të njohura si Dibra, duke e kthyer ato në pika të rëndësishme të hartës turistike shqiptare.